Përshëndetje të paraditës për gjithë ju miq. Zhvillimet e 24 orëve të fundit nuk sollën ndonjë momentum të ri politik për skenën politike kosovare, kur referohemi ngërçit për 5 muaj që po ballafaqohet Kosova me një mendësi egoiste, traumatike, nga rendi për pushtet. Nuk di më se çfarë ti thomi e se si ta definojmë. E dim një gjatë që edhe nesër kuvendi i Kosovës do të ketë jo më shumë se 2 minuta punë, mbase për konsumuar rregulloren e punës së kuvendit me pak se 2 minuta për të konstatuar një lajm pikëllues, ta them, politikisht për Kosovën, me shumë detyra të brendshme ato ndërkombëtare, duke thënë se po shkojmë edhe me tutje pas 24 orëve që të lidhemi të dielën. Nuk ka lajme, nuk ka asnjë gjë. Ishte veçantë një deklaratë që pati mbrëm zyrtari i lartë i Partisë Demokratike të Kosovës, ishte ministri i jashtëm Enver Hoxha, i cili befasoi me deklaratën e tij në një medium kosovar, duke thënë se e dëshiron mbase ose nuk është kundër një koalicioni me lëvizjen vetëvendose, gjë të cilën e demantoi në të njëjtën kohë përsa kohë që ishte në një emision tjetër televiziv, edhe vetë kreu i PDK-s. Hoxhaj kundër Memli Krasniqit kundër asaj çfarë tha Hoxhaj. Në marrëdhënien ndërkombëtare, në samitin e liderëve të NATO-s në Holland, presidenti Trump sërish përmendi problemin e Kosovës dhe Serbisë, duke nënvizuar në mesin e kalendarit të problemeve, në harkun e problemeve të tilla që i ka sot aktualisht bota, duke thënë se e ndalëm një të keqe të madhe, ndalëm një luftë, përsa kohë që gjithë rajoni Ballkanit Perëndimor ishte i ekspozuar ndaj këtij shqetësimi. Po ashtu, në kuadër të samiti u nënvizuar rëndësia nga vetë shefi i NATO-s që trupat e NATO-s të jenë me tutin në Kosovë për të mirëmbajtur, siguruar, garantuar stabilitetin dhe sigurinë jo vetëm në Kosovë, por edhe në gjithë rajonin, me qenë se Serbia aktualisht, sipas informacioneve të inteligjencës së NATO-s, dyshohet që është ende në kontrollin rus dhe vëmendja e inteligjencës ndërkombëtare, pranisë ndërkombëtare të sigurisë, është e fokusuar kryesisht tek Serbia për të ruajtur përkatësisht brezin kufitar që lidhet Kosovës me Serbinë, në mënyrë që të parandaloj çdo grupim të radikalizuar në kontrollin ose jashtë kontrollin e civil të Serbisë, që të jam në sy Kosovës. Thjesht vëmendja e trupave ndërkombëtare të sigurisë kforit NATO-s në Kosovë është e jashtëzakonshme, u theksua dhe në samitin e NATO-s, dhe kur përmendet siguria, nevoja që trupat e kforit jenë në Kosovë dhe që të kontrollohet mbase edhe Serbia, përkatësisht ambienti i strukturave ushtarake të sigurisë militare, paramilitare të saj, atëherë gjithçka duket të jetë në horizont, në sipërfaqe, një problem i madh i sigurisë, dhe duket që jo vetëm se ka thënë kryeministri në detyrë, por problemi i Kosovës dhe Serbisë natyrisht janë nuk është zgjidhur. Serbia ka këtë ambicie për të vënë gjithë mekanizmat e saj për ta destabilizuar Kosovën, Bosnjën, por a do të mundet pas zhvillimeve të fundit ku presidenti Trump dërmisoi dhe ishte dorëzan një paqe siç tha qëndrueshme Izrael-Iran, ndali luftën, siç ka thënë bërthamore midis Indisë dhe Pakistanit, dhe tani po përmendet dhe Kosova si një prej problemeve që duhet zgjidhur në mënyrë që gjithë vendet e Ballkanit Perëndimor të jetojnë në stabilitet, paqe edhe në normalizim. Duket se Kosova dhe Serbia do të jenë mesin e prioriteteve, kur do të jenë në tavolinën e zotit Trump, nuk dihet për diskutim, por e dim që janë këto probleme. Shqipëria po lëviz me hapa të shpejtë, sikurse edhe Malizi drejt Bashkimit Evropian. Nga Kosova nuk kemi, siç kemi thënë, lajme inkurajuese, impresive që ka situatë të mirë, politikanët po e mbajnë bllokuar mos konstimin e kuvendit, rrjedhimisht institucioneve, duke mos e quar në vend zotimin e tyre, për të cilën thanë se do të formojnë institucionet me nën shkurt, dolën në zgjedhje dhe ja, Kosova është në këtë gjendje të mjerueshme.